Përshëndetje nga Krusha, këto janë qepët e kushërinit, tëllatë Roku Tullës, cili është duke i uitër. Tash e ka kohën me ndru pipat. Edhe është ofenziva e punës ku bujqit gutën me kryt mbjellëvet. E dullave që ka vjen me traktor sepse ka terminin, kur o itën zakonisht misejt i linjet ma gjatë deri në 12 orë, sistemi pipave apo i shiut, sfezë zakonisht i lishun 6 orë, 8 orë kur ishke korri ku shumë i nxehtë e gushti. E qepëve tash dulla garant ka 6 orë, po para dite ka qenë. Tash që ka vjen me traktoret ja. Këto tash millen vjesht. Veç tash në sofër mundesh mi qitë, po dhe ka funi qeshor nuk i vjel për mi qitë në treg. 1 hektar diku investim 2500 euro. Po mas pak. Mas pak. Veç farë. Plus lavra e gjana tjera. Këto në tetora, në fund tetorit, ku e në bjallë? Gjysë tetorit. Në gjysë tetorit. Tetora. Në fund qeshorit dalin, ha? Fillim qeshorit. Fillim qeshorit. Fund majt, fillim qeshorit. Inshallah shite se vetë. Tash bëhet ndrimi i pipave, zakonisht ka 6 orë janë këtë kohë. Mi u i ka pleru. Po uji është ndalë momentalisht. Sigurisht ka shpërti dikush është të punu, sepse në pjesën e mejna ka uj. Këta mbajnë edhe dema ose vjeta që e rritin për mishit, edhe plehun e kajnë bio, me plet love. Dhe s'kajnë si me dështu qepët tu. Pa dhe gjdo tjetër që të mbjallë. Këta janë 3 vllazër që kanë punu rregullisht së bashku, mirë po njoni ka përfundu në Gjermani. E 2 punojnë tu se kanë mendjen me lëshu Kosovën, dhe është mirë në Gjermani e përshëndesim. Tash është në luj mirë po kur të lëshohet, vinë natën e lëshojnë. Sepse zakonisht nata është ma e mire për ujitje, nuk ka frym, shtypja ujit është ma e mire. Gjithmonë e kem praktiku ma shumë natën me ujit. Kjo erë frym që po frynë sjella dhe shiun. Si pranvera tash po marrë shi shumë. Erdhe uji. Lëshoja dull pipët që tash. Bac. Tash dulla i lëshoja atje se ka pas në një rregullim diku.